It's Girl Talk Tuesday. It's actually Wednesday, po djes ko mujt me postu. Let's pretend që është e martë edhe sot. Kur jeni kon të m'jap ideja çfarë tema mi diskutu bashk, tema jam favorite prej krejt rekomandimeve. O kon me fol për snowin, që shkardh ideja me marë, po edhe këshilla tjera se një responsible dog owner që jam. Nëse nuk keni qenë, po ju paralajmëroj që në këtë video plot për juve garant nuk keni me më kuptu, po s'ka lidhje. Snowi i ka 6 vjet, unë e ka marrë kur i ka pas 2 muj ose 3. Prej fillimit e kom ditë që du me pas një bishan, që atë kohë e këqërsha një YouTube channel, edhe veç mu pa të fiksu gjithqysh qasi race me pas. Snowin e kom ble edhe në atë kohë nuk është që më konë shumë e informume se qysh funksionojnë sanët. Tash nuk e kësha ndru me kur gjohën bot me asë një qanë tjetër normal, kur njetë. Po nëse e kësha këty kohën isha informu ma mirë edhe kur nuk e kësha supportu sistemin e pet shops edhe qytën e bizniseve. Gjatë qytën e 6 vjetëve që e kom snowin, nuk di qysh me spjegu ndryshe përveç që ma ka zbukuru jetën edhe është një ndjenjë që nuk muj me përshkru pa e përjetuju vetë. Po folje si asin anë për fëmijët vetën, unë hala nuk e di ndjenjën mu konë non, po e di ndjenjën qysh është me pas qanin e parë edhe mu konë tepër e lidh ashtu. Fatkeqësisht jo krejt pronarët e qamve njën si one dhe nuk i këshyren si one. Plot ashtu menojnë që është tepër lehtë edhe marrin do si aksesor, do si si lodër në fakt fëmijëve në shpe, po nuk e kuptojnë që është qanje e gjallë, edhe që ka ndjenja, edhe që i dhem dikon ose nërth ose smuhët, kështu që definitivisht nuk e meritojnë krejt. Menoj që pak ja ka njës mu përmirësu një qëtash në qëtë aspekt, edhe ka shumë njerë që për një me i dojnë kafsht edhe kujdesin që shduhet, po hala është ashtu a long way to go. Kështu që nëse do një me marrë qanë, duhet me munale dhe me menu mirë, a mundeni me maj qa qanë mas pari, a keni kohë, a jeni të edasht për një me, sepse në fundit, jetu hinë gjëna nëse s'ki me këshyrë që shdu. Une nuk isha mujt mja dal vetë, fatmirësisht e kam mamin që më ndihmon shumë me snowin. Për shembull në për çdo udhëtimet e mia ose kur unë kam punë kështu non-stop mami merret. Edhe familjarisht çmendon për snowin, është ashtu si më thonë fëmija i shtëpisë, krejt mira me të mas shumëti. Një tjetër sen që po du me shfrytëzu qëtë video, me fol për qëtë temë, është për krejt që kanë qanë. Please, më konë ma të kujdesshëm edhe mos mi lëshua ashtu vetë. E di që për shembull plot i lojnë palitar edhe plot thonë që nuk ik ose nuk e gjenë kur gjo, po unë kom pa shumë raste që aty në lagjet e one që i kanë shkel kerët ose qenë të rrugës i kanë kafshu e kështu. Edhe di qysh është veç çështje sekonde, ka njerë nuk munesh me paramenu ose as nuk ta merr mendja, po prap ma mirë mu konë i sigurt se sa me ndodhë diçka që se prat heq. Unë e snowin për shembull palitar, e lëshoj veç nëse është naj pjesë ashtu që është e rrethumet, që e di që nuk mundet me hi as një qenë tjetër, as një kerr, as kur gjë heq. Mos merrni qysi raca, sidomos raca të vogla, nëse e dini që s'keni me majtë në mrena. Nuk janë raca për milion jashtë, please. Nëse keni qef me marrë një qenë, konsideroni edhe qenë të rrugës. E di që nështë nuk janë bashkë si qëto racat që i shënin në internet e kështu, po janë tepër të mirë. Unë që ju ofrona non-stop e që mënona mi ushqyje kështu, kanë tepër shumë dashni për me jap, edhe e meritojnë me pas ka një rast për me shku me një familje. Ja nisa me fol për snowin, e dola krejt tjetër ka, po kur ja nisi me fol për qëtë temën e kafshëve të rrugës, jam tepër passionate about it, edhe kisha mujt mi bo edhe një 100 vetje tjera qështu, se venoj që është shumë temë e ndishme edhe që ka nevoj me dal njerëz me fol publikisht, se hala plot e marrin që është shumë hajgare, po actually është shumë sad që është na hala trajtohen kafshët e rrugës. Menoj që qeni ashtu edhe e forman karakterin
varësisht në çfarë familje rritet edhe si diqysh Snowi është shumë si na. Jo vetë si one, po edhe si mami edhe si vllau edhe. Është tepër i butë ashtu. Edhe se di për shembull kur jam unë e mërzitshëm a diçka, ndoket që e nin edhe vjen që aty edhe me qërem edhe ma ndreq ditën. Edhe mu kohën për shembull nervoz me krejt botën, kur të kthejna në shtëpi edhe vjen që aty te dera tepër hapi, s'ka qare bile pak pa më disponu. Nëse jeni për shembull tu e kalu naj fazë ma të keqe t'jetës, po edhe e dini që keni mu marrë me qenë, jo veç për qatë arsye, se kjo nuk është ashtu e përkohshme, është për sa vjet që t'jeton qenie. Konsiderojeni se diqysh menoj që shumë ndihmon edhe në qatë aspekt. Ose për shembull nëse naj kush është uni vet a diçka. Diqysh thom një qen ose edhe një macë se çka do, ta kishte ndreq shumë disponimin edhe jetën. Menoj që secili për shembull nëse kish pas qen në shtëpi, edhe nëse actually e kish marrë kohën mu marrë me ta edhe me kuptu ashtu, e kish marrë vesh që secili qen ashtu e ka karakterin e vet edhe nuk e di më ndoket e pamundur mos me dashur mandej. Për shembull, Snowi kur u operu tash, nuk guxojshim ashtu m'ja lon ushqimin. Na gjithë ja lon Snowi s'ka limit, han sa don, ja ka nis më pak bullafiq. Po ja hekëm edhe ja lam në kuzhinë edhe shkoj ke ashtu. Edhe u çajke në dy komet e këqyrket e qaja pjesa që e ka ushqimin edhe u thejke kana ashtu dhe u bëjke këshën në rrëbaz. E di qysh kur ja shet si trejc, menoj që të mandej hala ma shumë me dash. Nuk e di a kom fol najhere për naj tem tjetër me ma shumë pasion se sa për qëta, po ju thash, it's my favorite. Në që tem u shpërndava shumë sa ani sa knej, po kallzoni nëse doni edhe një video tjetër, mi ju jap ashtu tips nëse keni qanin e parë ose nëse jeni të dasht me marrë një qan. That's it për sot. See you next Tuesday. Bye!